Edisona, edhe në rrethrotullimin e Rogozhinës ka një bllokim të rrugës, cilat janë detajet që mund na përcjellësh prej ande. Përshëndes, Fabiola, ka nisur në fakt që prej orës 17 edhe bllokimi i rrugëve në rrethrotullimin e Rogozhinës. Aktualisht situata paraqitet e qetë, edhe pse janë të bllokuara të gjitha akset që kalojnë në këtë vend. Sërish policia ka përsëritur në fakt 2 herë thirrjen për largimin e automjeteve të cilat kanë bllokuar rreth rrotullimin e Rogozhinës. Ka pasur në fakt një urgjencë pak më parë, po duke patur mirë kuptimin e protestuesve, është lejuar që ambulanca e cila vinte nga drejtimi i Lushnjës drejt Tiranës është lejuar që të kalonte. Ka pasur disa përplasje mes protestuesve dhe qytetarëve të cilët janë banues në zonat të përreth, të cilët kanë tentuar të kalojnë, por e kanë pasur të pamundur. Ka pasur nga ata qytetarë të cilët janë shprehur se kanë të nevojshme të shkojnë në drejtim të qytetit të Lushnjës për shkak se kanë pasur urgjenca familjare dhe duhet të kalojnë patjetër, por që nuk janë lejuar. Dhe ndërkohë, ka pasur ndërhyrje të policisë dhe devijim të trafikut në këtë aks? Në fakt është menduar si zgjidhje nga ana efektivëve të policisë. Rrugët dytësore janë duke u përdorur aktualisht një mënyrë për të shmangur bllokimin e mëtejshëm aktualisht në rrethrotullimin e Rogozhinës. Janë duke u përdorur rrugë të cilat me orientimin e policisë po ndihmojnë drejtuesit e automjeteve që të lëvizin pa probleme. Mirë, të falenderoj Edisona, sigurisht do të kemi lidhje të tjera të drejtë për drejta, shkojmë edhe një herë në rrethrotullimin e Bradasheshit.